rruga jon nuk do të mbaronte këtu, në këtë plantacion të bukur të nektarinave dhe pjeshkëve, por do të udhëtoni më tej në një nga fshatrat e fundit të ish komunës Frakullës. Fshati Vjos, i vendosur në gjunjët e kodrave me shtëpitë grupuara dhe me bukuri që ja jep ekspozicioni gjeografik, fushat pjellore të qëndisura me bimë të sinës, nga duart e arta të njerëzve të këtij fshati, tradicionalisht punëtor dhe mikpritës. Një eveniment do ta konsideronim vendimin e disa grupesh fermerësh nga fshati Vjos dhe Varibop për një bashkësi për kulturat bostanore. Specialisti Ferik Avdia, i përkushtuar për këtë nisëm serioze, argumenton avantazhet që ka bashkimi i fermerëve. Tu jemi momenti ka ndodhur rastësia që vjen dhe makina që si ka sjell Fidanin. Janë 3 shoqata këtu që ka ardhur Fidani për 3 shoqatat, është shoqata e Frakullës vogël, e Vjosës dhe e Varibopit. Dhe fermerët, pra disa grupe fermerësh që kanë ardhur, pra duket që funksionon, sepse nuk është një person, po janë të gjithë që kanë ardhur dhe do marrin Fidanin për mbjellje. Është përgatitur toka, është bërë gati, vetëm të mbyllet Fidani. E kanë marrë porosin fermerët, çfarë veprimesh do të bëjnë, çfarë punësh do të bëjnë deri në kohën që do vej Fidani në fushë. Pra, plasmasi, përgatitjet, gjithçka, çfarë kërkohet për. Janë marrë gjitha masat. Po, sepse një pjesë e këtyre janë fillestar në mbjellje, disa e njohin, po disa nuk e njohin, asistencën tonë dhe kanë pasur gjatë gjithë kohës. Dhe ju jeni marrë konkretisht paktën nga ana teknike? Ne jemi marrë me shumë pasion. Mund të vlerësojmë drejtorinë e bujqësisë, vlerësojmë për këtë punë që ka bërë. Pra, që nga drejtoresha e përgjithshme, drejtori i bujqësisë, pra i kemi qëndruar në kokë të këtyre fermerëve, duke i bindur për përparësitë që ka bashkimi i fermerëve në shoqatat bashkëpunimit bujqësor, në SBB. Pra, janë bindur për avantazhet që kanë dhe përparësitë e punës së tyre. Që nga filloi radhë punët, pra regjistrimi i shoqatës dhe zgjedhja e administratorit, që aty fillojnë përparësitë. Pra, këta marrin furnizimin me inpute bujqësore, e kanë gjithmonë më lirë se të tjerët, sepse fillojnë futen në tregun e shumicës. Kanë të drejtën të blejnë direkte në distributorët kryesor. Më lirë do të thotë, vetëm kjo që blejnë distributorët. Po janë pikë shumice, këta marrin me shumicë, nuk merr një fermer. Po porosisin në emër shoqatës. Po. Dhe këtu janë përparësitë. Diferencën në çmime. Po. Këta këtu e kanë marrë Fidanin 15% më lirë se tregu. Po. Fidanin e Shalqinit që kanë blerë. Pra në krahasim me ata që do të merrnin, po të ishin individual. Edhe inputet çfarë diferencë kanë? Po të gjitha inputet do i marrin në pikë shumice. Po. Këta janë, pra një administrator është person juridik. Me ligj është person juridik, ka të drejtë të importojë dhe të eksportojë. Pra këta kanë hapësirë të plotë të marrin ku të duan të gjitha inputet bujqësore. Dhe t'i përdorin në dispozicion të prodhimit që kanë vetë. Për gjithë kulturat. Tu momenti është që po merren me perime. Këta kanë të gjitha kulturat bujqësore. Edhe foragjiere, edhe ullishten, edhe pemët, edhe vreshta. Pra këta i kanë komplekse. Këtu jemi në momentin që këta janë marrë me bostanin, me Shalqirin. Këtu prodhimi do shesin veshës apo e bashkojnë për shesin si shoqat. Këta kanë të drejtë të bëjnë kontratat. Po. Janë kapur në kontrata, pra i kanë lidhur kontratat me tregtarët dhe janë të qetë. Këta vetëm bëjnë shërbimet agrotechnike, se pasi është lidhur kontrata
për shitjen. Dhe logjikisht nderuar shikues, është ky argument i parë pak që nxjerr zoti Avdia, specialisti i vjetër i bujqësisë, që është marrë gjithkohon me prodhimin direkt në fush, me sera, me pemtore, me të gjitha. I ministera ka qenë një nga miqtë e televizionit Apollon, ku vazhdimisht ka kontributin e tij si specialist i bujqësisë. Por përveç këtyre që thatë juve, do të thosha që është një avantazh sepse prodhimi i madh që e ka bashkojnë këta fermer të nderuar, do të thosha unë, të varibobit, të vjosës, të frakullit vogël, prodhimi i bashkuar edhe tregu është më i lehtë, sepse nuk vjen për import ai të marri nuk pati sasi. Nuk mund të vi makina, nuk mbushet makina duke lënë një javë në fshat dhe të mbledhin trasta të plotësojnë makinën. Ky është avantazhi që i nxit. Këta kanë avantazhin që i përgjigjen tregut, pra të gjithë, dhe kanë mundësi që të punojnë bashkë. I nxitet sipërmarrësit për të drejtuar. Nuk do shkojsh të pyesësh në fshat ku mbillet shalqi, por ka një drejtues dhe ai kontakton për të gjitha dhe shikon për tregjet për të bërë shitjen dhe për të bërë. Pra këta janë të regjistruar si person. Janë regjistruar dhe në Bashkinë Fier janë deri tani të regjistruara 8 shoqata, shoqëritë bashkëpunimi bujqësor. Dhe 12 të tjera janë gati për të regjistruar. Ndaj thash që bashkia ka një shpërndarje të rregullt kështu të geografisë. Ka në të gjitha njësitë vendore të bashkisë. Ku konkretisht? Që nga Cakrani, në Frakull, në Levan, kupton? Në Mbrostar. Duke qenë se përmendja rajonizimin, Bledi. Aktualisht neve jemi në këtë fshat dhe i kemi mbështetur këta fermer duke parë dhe kërkesat e tregjeve që kanë për kulturën e sharqirit. Duke parë në vazhdimsi vitet e shkuara që ka pasur një kërkesë të madhe për sharqirin dhe sidomos sharqirin i cili eksportohet që është i shartuar me kungull, neve kemi orientuar dhe kemi nxitur, i kemi shoqëruar këta fermer si në pikat e eksportit për të lidhur kontakte dhe te pikat që prodhojnë fidanët. Tek inputet siç e përmendëm. Pa ndërmjetësimi juaj që këta të drejtohen atje ku edhe kosto është më e lirë. Ne sot po shohim frutet e një pune 6 mujore që kemi bindur fermerët në bashkëpunim me bashkinë, me shumë specialistë të tjerë që të grupohen sepse do ketë vetëm avantazhe. Dhe një punë e madhe dhe një ndihmës është bërë dhe nga USAID në këtë pikë. Zyra e USAID na ka mbështetur nga ana financiare dhe nga ana juridike për plotësimin e dokumentacionit që kërkon krijimi një SBB-je, sepse siç e tha dhe kolegu në fillim, këto shoqata janë të regjistruara në bazë të ligjit në fuqi, që është për shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor. Nuk janë thjesht iniciativa individuale, por janë të regjistruara në bazë të ligjit të shtetit. Krahas përkushtimit të padiskutueshëm të fermerëve të fshatit Vjos dhe Varibob për punën dhe mjeshtrisë kultivimit të perimeve, ata u shprehen për mangësitë që kanë për realizimin e prodhimeve të bollshme që lidhen me kanalet kullus, si dhe mbështetjen nga qeveria shqiptare për inputet bujqësore, të cilat deri sot kanë çmime të larta dhe ndikojnë në rritjen e kostos prodhimit. Shikojnë që këtu janë bërë përgatitjet për të mbjelljen e shalqinit, këtu janë avantazhet e klimës, të diellit, të tokës, por edhe puna e këtyre njerëzve që gjithë jetën janë njohur për tradicionalisht për punë të mirë. Dhe sot pra ju konsiderojeni një nga shoqatat që është ndërtuar në Bashkinë e Fierit, një shoqatë e fermerëve. Ne si shoqat u jemi krijuar që në 6 shkurt. Edhe vendosim që do mbjellim sharqi. Edhe në bashkëpunim edhe me drejtorinë e bujqësisë së bashkisë, me ndihmën dhe të atyre, krijuam ato shoqatat që në grupin tonë shoqatës janë 12 vetë, dhe kryesisht 12 kemi sharqi, dhe kemi arritur që të deri këtu të kjo punë që duket dhe shikohet. Kjo në eksperjenca që kemi këtu për prodhimi i sharqirit është i mirë, dhe kemi hershmërinë. Në bazë të udhëzimeve që na kanë dhënë, këto shoqatat kanë një avantazh për shitjen e prodhimit dhe jemi gjithmonë të bashkuar dhe do kërkojmë çmim, duke qenë ashtu të veçantë dihesh ajo punë që do tallesh ai biznesmeni që do vinte këtu, ndërsa kështu prodhimin do të hashesim gjithë së bashku. Dhe avantazhi tjetër është që me këtë që bëjmë ne si shoqata, janë punësuar shumë njerëz, sidomos këtu në parcelën që jam unë, janë punësuar 15 veta, që do punojnë
për gati 2-3 muaj. Mirë po kërkon një përkraje më shumë, një angazhim më shumë të shtetit, drejtorisë bujqësisë, ministrisë bujqësisë, me qëllim që ne si fermer, edhe si shoqatat krijuara, për të nxitur punën, kërkohet një çik angazhim më i madh nga ana e tyre për të na ndihmuar. Konkretisht për çfarë për të na ndihmuar? Konkretisht ne kemi kanale të vaditse, kulluse, që këto tokat kullojnë sa më shpejt, problemet e plerave, problemet e TVSH që na është dhënë llafi dhe asnjëherë s'na është dhënë. Megjithatë na këto ka dhe shumë gjëra të tjera, kërkohet një angazhim që neve si shoqata për të nxitur dhe për të krijuar shoqata të tjera, duhen nxitur këto shoqata, duhet dhe një farë stimuli nga shteti. Nësa deri sot asgjë s'kemi marrë, asgjë s'kemi parë. Duke qenë se zhvillimi shpresoni që këto në përparësi t'i ka qeveria, bashkia. Shpresa gjithmonë humbet e fundit. Këto punë do shkohet në të ardhmen. Ne do bëjmë punën tonë, shteti. Por ne kemi këtu edhe një nga pjesëtarët e shoqatës të Varibopit. Apo ja. Unë jam Ramazan Subashi, administratori i shoqatës së Varibop. Shoqata e Varibopit bëhet prej 20 fermerësh. Ati janë të punësuar mbi 60-70 persona fermerë. Dëshira është shumë e madhe për punë, por duhet edhe dore shtetit. Kemi nevojë për kudhimi, vaditjen, subvencionimi, se shpenzimet janë shumë të mëdha. Edhe prandaj edhe dora e shtetit duhet. Edhe premtimi i qeverisë, sipas asaj kemi dëgjuar, thotë që do kemi subvencionime, do kemi këtë, do dimështesin fermerët, bashkoni, ne u bashkuam, gjithani. Pritet një vendim i qeverisë për një mbështetje më të fuqishme për sa më e fuqishme të jetë mbështetja e qeverisë, aq më e madhe do jetë vullneti për punë. Njerëzit do të punësohen, do të ushqehen, janë gjithë këto toka. Varibopi ka mbi 400 hektar tokë shumë të mirë, tokë pjellore. Po vetëm duhet fuqizim. Faleminderit, unë ju uroj suksese. Faleminderit edhe juve. Edhe ne ju urojmë suksese televizionit tuaj, që na vini, na shikoni, na ndihmoni, por desha të bëj edhe një përshëndetje për drejtorinë e Bashkisë Bujqësisë, se edhe ata na janë gjendur afër. Këta nuk u themi për të bërë qefin atyre, por realiteti është që për çdo problem që kemi pasur, ne tek ata kemi gjetur mbështetjen. Ndërsa te drejtoria qendrore e Ministrisë Bujqësisë shumë e dobët është mbështetja. Ne për prononcimet që dhanë antarët e shoqatës Bashkisë Fermerëve këtu në Varibop, për ankesat e tyre ju drejtuam përfitojmë nga rasti që jemi së bashku në Zotë Javdia për t'ju përgjigjur pak kërkesave, këtyre ankesave të vogla që bëjnë këta njerëz kaq punëtor, edhe që tradicionalisht kanë marrë prodhime të larta në çdo kohë. Çfarë thoshit ju për kërkesat? Problemet e kullimit dhe të ujitjes në Bashkinë Fier është krijuar një ndërmarrje. Unë për atë ndërmarrje duhet të them fjalët më të mira, pavarësi nuk është marrë njeri me kullimin dhe ujitjen deri tani në territorin e Bashkisë Fier. Në të 9 njësitë administrative që ka Bashkia Fier, nuk është marrë, është gjendja ka qenë tepër e vështirë. Mjete nuk ka pasur, vetëm një mjet ka qenë një skrep. Tani me vendimin e qeverisë është furnizuar kjo ndërmarrje, ka marrë 5 skrepa të rinj dhe ka filluar në mënyrë masive me problemet e kullimit dhe të ujitjes. Pra duke menduar të kullohet çdo pëllëm tokë dhe të ujitet çdo pëllëm tokë. Pra duke shfrytzuar të gjitha burimet ujore në të gjithë territorin e bashkisë për ta shfrytzuar në maksimum. Duhet të rakordohet dhe ata që janë të bordi kullimit, duhet të punoj pasi ka një problem në kullimin, po su bën kanalet e para, nuk bën kanalet e dyta. Problemi që ngren fermerët është brendvari Bop për Boteçin, është një kanal që ka bordi kullimit i Ministrisë së Bujqësisë. Unë atyre shokëve, ne ata kemi kontaktuar, kemi dhe shokë dhe miq. Ju themi që e kanë planifikuar, nuk e dim procedurën pse po vonohet, është në plan për të bërë, me kontakte që kemi marrë me ta, po të bëhet ai direkt, ne futemi në kanalet e dyta dhe radh në kullimin dhe ujitjen. Është dita e parë ku nis mbjellja e sharqinit për eksport. Përveç asistencës teknike permanente, specialistët e sektorit këshillimor drejtorisë bujqësisë Bashkisë Fier ndërmjetësojnë dhe për fidanat dhe nevojat e tjera që kanë fermerët në fshatra të ndryshëm.